provlerave, ku ngrihen dhe bashkohen vlerat. Përshëndetje të nderuar bashkëdhetar, jemi në edicionin e radhës të provlerave. Sot jemi me zotin Artan Gjergji, i cili është ekspert ekonomie dhe një nga ekspertët më të njohur të tregjeve financiare në Tiranë, gjithashtu në sektorin bankar, në bursën e titujve dhe i njohur në analiza ekonomike në media. Përshëndetje zoti Artan. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Mund të na thoni diçka më shumë rreth aktivitetit tuaj? Unë jam i diplomuar në tregje financiare dhe shërbime financiare. Kam mbaruar Universitetin e Marmaras në Stamboll me një bursë shteti në lidhje me tregjet e kapitalit dhe bursat e aksioneve. Më pas kam bërë një master në Bologna, në Universitetin e Bolonjës, dhe 2 shkolla pas universitare pastaj në Varshavë të Polonisë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Georgetown University. Sa i përket karrierës akademike, jam filluar në Bankën e Shqipërisë, 22 vjeç kur jam kthyer, dhe më pas në disa institucione financiare, siç është Bursa e Tiranës, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Jam ndër themeluesit e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE, e cila është funksionale sot e kësaj dite, e kam menaxhuar për 2 mandate. Gjithmonë një iniciativë private e mbështetur nga bankat niveli 2. Dhe tashmë jam aktiv gjithmonë me bursat, po tashmë kam ndryshuar sektor, jam në sektorin e energjisë. Merrem me bursat e energjisë, me investimin, me shitjen e energjisë nëpër bursa. Sa i përket pjesës akademike pastaj, kam qenë për disa vite, po themi 6 deri në 7 vite kam qenë lektor aktiv në disa për universiteteve publike dhe publike shqiptare, ku kam dhënë lëndë e zanatit, kryesisht investime, tregje financiare dhe lëndë e fushës. Gjithashtu ju keni edhe një kontribut tani të mëvonshëm si lektor më tepër për publikun me iniciativën tuaj financiarisht i pavarur, apo jo? Po, është një iniciativë që ne kemi nisur me disa miq, ekspertë të fushës tregu financiar, duke parë problematikën që ka ajo që quhet përfshirja financiare dhe niveli relativisht modest i edukimit financiar në vend, ndërkohë që tregjet financiare evolojnë dhe zhvillohen. Tashmë jemi në kohën e inteligjencës artificiale, në kohën e kriptovalutave me radhë. Duke parë këtë boshllëk dhe këtë nevojë për informacion, kemi ngritur një portal i cili quhet Fipikal dhe ka informacione shumë të thjeshta në lidhje me mjaft produkte, mjaft instrumente financiare, mjaft fenomene financiare dhe gjithnjë më tepër është një portal që aksesohet nga popullata e gjerë, që ka dëshirën dhe vullnetin për të mësuar diçka lidhje me shërbimin financiar. Në fakt ne kemi si edukim bazë, jo vetëm në Shqipëri, por pothuajse në gjithë botën, ky lloj edukimi është i mangët. Absolutisht, është konstatim shumë i saktë ky juaj. Edukimi financiar lë për dëshiruar edhe në vende që janë të zhvilluara, pra mos harrojmë vende të zhvilluara i kanë bursat apo bankat i kanë prej më shumë se 5 shekuj me radhë, dhe përsëri kanë nivele, sepse është dhe një pjesë zhvillimi i teknologjisë informacionit, aq sa është i dobishëm nga njëra anë, në anën tjetër në një farë mënyrë edhe dembelos njeriu. Pra edhe në vende të zhvilluara shumë njerëz i përdorin produkte financiare, i përdorin shërbime financiare nga celulari, pa e vrarë mendjen se si lidhet aplikacioni i celularit me bankën, si bën spon, si kthehet përgjigja, si mbrohen të dhënat, si jepet urdhri për transaksione me radhë. Pra, dhe ndoshta dhe me të vërtetë është një ndër problemet kryesore që kanë sot ekonomitë të zhvilluara. Shqipëria, imagjino Shqipëria pastaj që ka vuajtur edhe për të pasur tregje. Ato kanë tregje të zhvilluara, po kanë pjesën e mungesës së edukimit financiar. Ne dhe tregjet i kemi modeste. Po, pikërisht tu doja dilja, pse Shqipëria ende nuk ka një treg kapitali dhe një bursë funksionale me peshë reale në ekonomi? Dhe çfarë do ndryshonte konkretisht nëse kjo do të bëhej realitet? Duhet kuptojmë që ekonomia në përgjithësi, si çdo vend dhe çdo ekonomi në zhvillim, ka nevojë të financohet. Pra, sipërmarrje private nuk mjafton vetëm guximi, nuk mjafton vetëm dëshira për të bërë biznes, por në anën tjetër të duhen edhe 2 komponentë tjerë që janë shumë të rrezikshëm. Të duhet ajo që quhet know-how apo dija në lidhje me fushën ku ti po investohesh, dhe në anën tjetër duhet kapitali për ta financuar këtë rritje. Për fatin tonë të keq, jo vetëm në Shqipëri për hisë vërtetës, por kryesisht në gjithë zonën e Europës klasike, Europës kontinentale, ka një dominim të sektorit bankar, pra ky financimi që ne në gjuhën tonë teknike e quajmë financim nëpërmjet KUAS, debt finance,
i cili është një farë mënyrë pak më i thjeshtë për të kuptuar nga qytetari, nga biznesmeni, nga sipërmarrësi, por nga këndvështrimi financiar i fjalës është më i kushtueshëm. Ndërkohë që pjesëmarrja në kapital, pra equity finance, pra financimi nëpërmjet kapitalit, është një formë shumë herë më pozitive kur vjen puna për qytetarin, kur vjen puna për biznesin. Është më pak e kushtueshme dhe ka një efekt financiar të jashtëzakonshëm. Sepse ai që investon në kapitalin tuaj bëhet bashkëaksioner me ju, bëhet bashkëndarës së risku me ju. Pra nuk t'ju jep thjesht borxh dhe zoti ja di nëse ty të ecën biznesi apo jo. Por blen një pjesë të kapitalit tuaj, një pjesë të sipërmarrjes tuaj dhe bashkohet me hallet tuaja. Pra bëhet pjesë e riskut, bëhet pjesë e fitimit të biznesit tuaj dhe kjo jep një zhvillim të jashtëzakonshëm. Pra flasim teorikisht, po dhe de facto po të shohim ka dy modele të zhvillimit të financiar të vendit, janë kryesisht vende zhvilluara anglosaksone, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Singapori, Hong Kongu, Emirat, pra gjithë këto vendet që ka një farë kulture, edhe India pse jo. Ka një farë kulturë, tashmë edhe Kina është një ndër ka tre kapitalit të jashtëzakonshëm. I kanë dhënë prioritet kësaj lloj forme financimi sepse është shumë herë më efikase dhe shumë më pak e kushtueshme për biznesin. Ndërkohë që tash vendet të tjera, pastaj vendet e Europës kontinentale, Australia, vendet latine janë më pro idesë së borxhit, idesë së ruas, ka bankat, që dominojnë më tepër bankat tregun financiar. Secila ka rëndësinë e vet, duhet thënë, dhe për mua sa më të zhvilluara të jenë të dy këto sektor, pra këto dy shtylla të financimit të ekonomive, aq më shpejt zhvillohet një vend i caktuar. Por siç e thash, në disa vende njëri krah është më i zhvilluar se sa krahu tjetër e me radhë. Por në Shqipëri ne kemi pas vetëm këmbën e sektorit financiar bankar të zhvilluar, pra kemi rreth 35 vite që investohemi fuqishëm vetëm në anën e sektorit financiar bankar, nëpërmjet bankave, apo gjitha llojet e formave të kreditimit, mikrofinanca, financa konsumatore, shoqëritë të kushtim krediti, pra gjitha format e asaj që debt finance apo financim nëpërmjet huaz, por në anën tjetër nuk kemi ekspozuar fare dhe ka pasur një farë, nuk di të them, rezistencë do thoja, qoftë dhe operatorëve, po dhe shteti nuk është se ka bërë një gjë shumë të madhe në këtë drejtim për të zhvilluar tregun kapitaleve. Jo se vendet e rajonit kanë tregje kapitali super të zhvilluara, por ama i kanë. I kanë aty, i kanë të brishta, por gjithsesi alternativa e financimit për një biznes maqedonas, po marr Maqedoninë me qytetar, ekziston. Pra me të vërtetë edhe në Maqedoni, për ta bërë pak më thjeshtë për publikun, edhe në Maqedoni dominojnë bankat në aspektin e financimit të biznesit, por ama po doj biznesit e po të ketë aftësitë, burimet njerëzore të mjaftueshme për të bindur aksionerët që shikoj është mënyrë më e mirë financimi, listimi në bursë dhe emetimi i ofertës publike të aksioneve, ata e kanë dritaren për ta bërë. Tek ne, kjo dritare ka munguar për më shumë se sa 30 vjet, kemi vetëm 3-4 vite fundi që kemi farë 5 vite fundi që kemi farë zhvillimi, por përsëri ende nuk kemi kompani të listuara që të përdorin tregun kapitaleve si një formë për të financuar aktivitetin e tyre. Unë mendoj që kemi arritur në një pikë që biznesi nuk ka nga shkon pa përdorur tregun kapitaleve. Pse? Sepse edhe financimi me borxh ka një farë tavani që nuk e superon dot më tepër. Për shembull, më rezulton që pjesa më e madhe e korporatave në Shqipëri janë të ekspozuara mjaftueshëm në sektorin financiar bankar, pra nëpër banka. Nuk marrin dot më kredi me kanë marrë kredi mjaftueshëm dhe nuk kreditohen më dot nga sektori bankar. Jo se kanë probleme, janë biznese shumë suksesshme, bankat u besojnë sepse ka një historik të tyre të menaxhimit të riskut e me radhë, por ka dy komponent. Ka një kufi të Bankës Shqipërisë e cila për efekt rregullator nuk të lejon ty si bank të ekspozohesh më shumë se sa një nivel i caktuar mbi një biznes caktuar, sepse ka ndodhur histori në mbar botën, në historikun financiar, kur një bank ka qenë ekspozuar vetëm te një biznes, në momentin që ka rënë biznesi, ka rënë dhe banka. Kështu që janë vënë thresholds, pra janë vënë limite që mos të ekspozohesh më shumë se një nivel i caktuar, mbas legislacionit shqiptar, jo më shumë se 20% e portofolit kredisë një banke mund të shkojë vetëm në një biznes. Kështu që mjaft biznese, korporatat të mëdha kanë arritur këto limite. Bankat nuk i kreditojnë dot dhe po të duan. Kjo një e para. E dyta, gjithë e dim që huamarrja nëpërmjet kredisë kërkon kolateral nga brapa. Dhe bizneset, korporatat i kanë ezauruar kolateralet, pra janë biznese shumë suksesshëm, po i kanë ezauruar. Vjen një pikë që banka nuk i ngop dot më me kapital sepse po rriten, po zgjerohen. Kështu mendoj që
është e pashmangshme brenda 10 vjeçarit të ardhshëm, është e pashmangshme mundësia e financimit të biznesit shqiptar, flas për korporatat e mëdha, nëpërmjet tregu kapitale. Pastaj, e bëjnë në bursën shqiptare këtu, a e bëjnë në bursat rajonale këtë rritje kapitali, ky është debat tjetër sepse varet nga shumë komponentë të caktuar. Por është një element që i ka munguar. Unë jam i bindur që nëse Shqipëria do kishte investuar në zhvillimin e tregu kapitali për vitesh, Shqipëria sot do ishte shumë herë më lart se sa ç'është. Pra do kishte pas një akumulim kapitali, rritje ekonomike. Absolutisht po, biznesi sipërmarrje do kishte rrit kapital shumë, aksesi në financë si koncept. Pra lehtësia me të cilën sipërmarrja arrin të aksesojë burime financimi, është një ndër komponentët më të rëndësishme, një ndër rrisqet më të mëdha që ka bota në mijëvjeçarin që ekziston, pra, bashkë me të deklaruar nga Banka Botërore, bashkë me mungesën e ujit, bashkë me shumë elemente të tjerë. Kështu që aksesi në financë është një element shumë i rëndësishëm për të financuar. Adam Smithi ka thënë që ndryshimi i kombeve, i pasurisë së kombeve, ndryshimi është se kush e bën në thonjza milionin e parë, se pastaj ecën. Ne nuk kemi bërë akoma milionin e parë, jo vetëm si njerëz, por edhe si komb? Jo, unë mendoj që nuk kemi ecur keq, po ndoshta jemi favorizuar nga shumë elemente të caktuar, sepse që biznesi të ecë financimin e ka gjetur. Se si e ka gjetur kush debat tjetër pastaj. E ka gjetur nga burime jashtë sektorit financiar, e ka gjetur nga burime të lishme, të palishme, të evaduara. Pra në një formë një tjetër e ka gjetur me fajde, në një formë po një tjetër e ka punuar për orë të tëra në mënyrë njerëzore, ndoshta ata që kanë themeluar korporatat sot, që sot shumë veta i shohin si demon, i shohin si kapitalistët e oligarkët e kujtuar terma që deri diku vlejnë, sepse oligark nuk kupton dikë që ka shfrytzuar një pushtet caktuar për të arritur, por jo domosdoshmëri, ata njerëz që kanë punuar nga 24 orë për të pasur biznese, pra kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme për bizneset e tyre që i kanë sjellë në ato nivele. Pra, dua të them që sipërmarrja private i ngjan pak a shumë ujit në një enë. Pra merr formën e nevojshme që i duhet. I duhet financim, nuk akseson dot nga sektori financiar, nga sektori bankar, nga bursa, do ta gjej diku patjetër. Pra ka gjetur gjithmonë format e tij, ka punuar me clearing, ka punuar me forma nga më të ndryshme për të arritur aty ku ka dashur. Por ama i ngjan një plumbi i cili do të fluturoj, por i mbajnë nga këmbët. Pra, nëse do kishte pas si burim financimi edhe një alternativë tjetër, që është tregu kapitale, apo bankat ndoshta, se është dhe ky element i tjetër, ne themi financuar nga bankat, po një pyetje që na vjen në mendje është a ka qenë sektori bankar shumë konkurrues? Se është dhe ky element shumë. Pra, po të kishin qenë bankat shumë konkurruese, po të kishin qenë shumë më tepër banka siç janë sot, do konkurronin me një tjetër dhe këto ulënoi interesa, pra do kishte qenë kosta e financimit biznesit do qenë shumë më ulët. Pra një sër komponente që unë mendoj që e kanë penguar biznesin për të ecur shumë më shpejt se çka ecë. Megjithatë, nuk e di nëse ndani edhe ju të njëjtën ide si unë, që problemi kryesor në fakt ka qenë qeveria. Do të thënë, në qoftë se politikat ekonomike të qeverive tona do të kishin qenë më pro biznes, do të kishin qenë më pro zhvillimit të biznesit dhe më pak do të ishin mbështetur në kanale informale, Shqipëria do kishte ecur më shpejt. Ronald Reagan, sepse ne kemi rritje ekonomike, por nuk përkthehet tek pagat, nuk përkthehet tek pensionet, nuk përkthehet tek qenia në popull. Qeveria është problemi kryesor, është një aforizëm që përdoret shpesh nga ata që besojnë tek magjia e famshme e tregut, dhe realisht për te Adam Smithi që thoshte lezë fe, lezë pase, lëri bëjnë ç'to duan, lëri bëjnë, mjafton që të xhirojnë, mjafton të punojnë, mjafton të jenë sipërmarrës. Më vonë, pastaj doktrinat ekonomike kanë evoluar deri tek neoklasikët dhe neoliberale që e pranojnë rolin e shtetit si një farë rregullatori dhe arbitri, por deri aty. Pra një shtet i vogël, një shtet që thjesht garanton disa sektor ku sipërmarrja private nuk mund ta mbulojë, pra fjala bie diplomacia. Sado një person mund të përfaqësojë shtetin shqiptar diku, gjithsesi do shohë interesat e veta si person. Mund të jetë mogul media, mund të jetë njëri filantrop me radhë, por në gjithë rast do shohë interesat e veta.
Arsimi është po ashtu, sipërmarrja private mund të hyjë deri në një farë niveli, po kjo nuk shkon deri në fshatin më të varfër të Shqipërisë për t'i ofruar arsim. Kështu janë disa sektorë ku duam apo s'duam ne i quajmë në gjuhën tonë teknike monopole natyrore. Pra, jo s'është një monopol me marrëveshje, por është një monopol që ngjelet sepse sipërmarrja private dhe kapitali privat nuk shef përfitim për të hyrë deri atje, që përjedhoi duhen ofruar për qytetarët, sepse janë ata qytetarë që paguajnë taksa për këtë shtet. Kështu që pranohet ekzistenca e shtetit në këto doktrinat neoliberale të djatha të tregut, pranohet ekzistenca e shtetit, por ama i vogël vetëm në ato sektorë ku nuk dhe në rolin e rregullatorit. Pra, ta nxisim konkurrencën me operatorëve, por ama mos ta haj peshku i madh të voglin, po të kenë mundësi të konkurrojnë të dy në të njëjtën bazë. Pak a shumë e thënë me gjuhë më popullore. Unë e di që ju jeni më tepër anoni nga pikpamjet konservatore të djatha, me sa kuptoj, por për shembull, si e gjykoni ju që ta zëm me që jemi këtu, ekonomia e Kinës për shembull ose e Singaporit që ka pas ndërhyrje të shtetit dhe planifikim të shtetit, ka arritur rezultate? Ajo, janë ratë parë po e konfirmojnë që unë jam me pikpamje të djatha konservatore dhe liberale kur vjen puna tek sektori i ekonomisë, jam për ekonominë e lirë të tregut, konkurrencën e merat, magjinë e tregut, meritokracinë e shumë elementë të tjerë. Ndërsa për të ardhur tek fenomeni që ju tregoni, për rasti i Kinës, i cili është pak a shumë një fenomen i veçantë në doktrinat ekonomike, nuk duhet të ngatrojmë dy elementë, pra nuk duhet të ngatrojmë fuqinë politike me magjinë e tregut, me kapitalizëm. Ajo që Kina me sukses gjykoi unë, pra që nga i madhi Mao Zedong me radhë, pra që në vim si Deng Xiaopingi domosdoshmë, po edhe Mao Zedongi në gjitha rastet dha ato shenjat në fund të periudhës, sepse tentoi të hapë drejt botës, drejt asaj që bota e pa pozicionuar, bota e tretë. Por Deng Xiaopingi absolutisht është lideri i cili vendos të hap portat ekonomike, vetëm ekonomike, pra hapi portat ekonomike, sepse pushteti sot e kësaj dite, në moment që flasim, pushteti është një parti. Pra nuk e ka lejuar atë lirinë e mendimit, ka shumë liri individuale të cënuara me radhë, por nuk dua të hyj në këtë pjesë, nuk jam ekspert i kësaj pjese, ndërsa në aspektin ekonomisë ato treguan. Fillimisht tentuan ta bëjnë në mënyrë graduale, pra të bëjnë një lëshim gradual, por pastaj situata e merr tregun dorë. Pra, në momentin që hapën portat, thash është si kapitali, sipërmarrja si ujë, hyn nga të gjitha format e mundshme që ekzistojnë, kështu që në momentin që kapitali i huaj filloi të vërshoi drejt zonave të pazhvilluara të Kinës, filloi të investonte, pra ajo që quhet foreign direct investment, investimet e huaja direkte, sollën prosperitet, hapën vende pune, sollën teknologji, sollën know-how, sollën të ardhurat që janë shumë të rëndësishme për rritjen e mirëqenies së qytetarëve, është një element shumë i rëndësishëm. Kështu që sa kohë një parti politike ose një establishment politik nuk cënon lirinë ekonomike, sa kohë nuk cënon pozitat e saj, nuk e ka parë si problem, madje për mua e kanë kthyer edhe në një fuqi ekonomike të jashtëzakonshme, janë treguar shumë gjykoi Kina është treguar shumë herë më e aftë, mendoj unë, se sa kishte parashikuar perëndimi, sepse nuk u mjaftua thjesht me rritjen e mirëqenies së qytetarëve vet, po investua në mënyrë të jashtëzakonshme në teknologji, në ekspansion, në diplomaci. Për shembull, unë do quaja pushtimi but soft landing, soft power që bën Kina në Afrikë, Afrika është vend shumë i pazhvilluar. Sepse ky ka qenë gabimi, mendoj unë, ndërsheku i kapitalizmit kontinental apo kapitalizmit klasik, vende zhvilluara i kanë parë vendet e pazhvilluara si burime për ekstraktimin e lëndëve të para. Pra, marrim kohën e kolonive, pra shekullin e 14, shekullin e 15. Shkonin, pushtonin, merrnin asetet, merrnin pasuritë, merrnin çfarë ishte me vlerë dhe e sillnin në homeland, e sillnin në vendin e tyre ku pastaj investoheshin, përmirësoheshin, shiteshin, tregtoheshin me radhë. Por kur nuk linin vlerë të shtuar në vendin nga ku i përfitonin këto asete. Tashmë ka ndryshuar gjëra, pra në rastin e Kinës, ky është gabimi që bëri perëndimi, se vajti në vend, la vlerë të shtuar aty, e pasuroi, e fuqizoi Kinën dhe tashmë Kina u ka dalë nga binari, gjykoj unë. Tashmë Kina është një
është një fenomen, është një ndër polet, mendoj unë, ekonomike më të mëdha sot në botë, jo vetëm. E gjithë Azia e largët është një fuqi baruti, mendoj unë, nga pikpamje ekonomike, sepse po fuqizohet fuqishëm nga India, po fuqizohet fuqishëm Pakistani, Indonezia, janë disa shtete që kanë një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe mendoj janë ekonomi satelitore rreth Kinës, pra duan sado janë konkurenciale me të. Dhe një farpje është aq e madhe aq i pustetshme tregu i Kinës, përse ka gati 1/3 e botës, për këto dy tregjet së bashku, Indi plus Kinë kanë më shumë se 3 miliard banor nga 8 që ka gjithë bota, kështu që janë fuqi konsumatore. Në moment që fuqi konsumatore është treg. Sa se gjithë suksesi i biznesit, duhet kuptoj një gjëra shumë të thjeshta, gjithë suksesi i biznesit është tregu. Sa shet. Nëse ti nuk ke një treg konsumator ku të shesh, është bie që do të bien të ardhur, do të bie pushteti, bie kapitali, bie norma kthimi dhe shumë rëndë. Pra në moment që gjithë lufta që bëhet, pavarësisht se në dukje vishet me produkt politik, ku diun integrimi, të drejtat e minoriteteve, me radhë, lufta bëhet për pushtet. Lufta Ukrainë-Rusi është për pushtet, për tregje për pushtet. Lufta me Iranin është për tregje për pushtet, për naftën, për burimet. Edhe për burimet. Edhe për rezicjet që garantojnë këto burime, sepse lufta bërthamore është një farë arme për të mbrojtur këto burime, është një farë arme për të mbrojtur të pozitën në të skakierën gjeopolitike ndërkombëtare. Pra, çdo gjë është e lidhur me politikën, çdo gjë është e lidhur me gjeopolitikën dhe ekonomia i shërben kësaj gjëje. Pra, lufta për territore, lufta për pushtet ekonomik është çdo gjë në funksion të gjeopolitikës. Po në këtë prizëm, Shqipëria, a ka një dritare që do ta quaja unë, për shembull këto vende që janë në zhvillim, janë të larg nga Evropa për shembull, se dhe Evropa në vetvete është një treg dhe është një treg shumë i zhvilluar. Që këto vende, për shembull Kina, India, Japonia, Indonezia, Korea e Jugut, duan që të kenë akses me Evropën. Dhe duke qenë që ne jemi afër gjeografikisht, nuk mund të ishte një politikë zgjuar që ne të bashkëpunonim me këto vende për të thithur atë teknologjinë e tyre, për të bërë ato joint venture FDI, që ato të ishin afër me tregje dhe të investonin në Shqipëri, me qenë se jemi afër me tregun evropian. Teorikisht, kjo lloj qasje është e bukur në letër, por kur vjen puna për të zbatuar në praktikë është pak si e pamundur për shumë arsye. Mos të harrojmë që në mënyrë që një ekonomi i vendit caktuar të ketë faktor, të ketë fjalë në një tavolinë gjeopolitike, në një vendimarrje të caktuar, duhet të ketë pushtet ka mbrapa. Ekonomia shqiptare apo politika shqiptare është shumë e vogël në këtë balancën gjeopolitike ndërkombëtare, pavarësisht vendit vendodhjes strategjike në pikpamje gjeografike. Ne nuk kemi kapacitetet e mjaftueshme ekonomike apo politike apo negociuese për të qenë faktor në tavolinën ndërkombëtare. Siç është fjala bie Turqia, siç është fjala bie India. Pra, se po marrim tre fuqitë kryesore, Bashkimi Evropian, Amerika, Kina, Rusia me radhë, po marrim to G7, pra vendet e 7 vende më zhvilluara. Kështu që edhe pse për shembull Turqia është jashtë G7, përsëri është një faktor, sepse është një ekonomi me 90 milion banor konsumator, ka një pozicion të jashtëzakonshëm gjeostrategjik, gjeoushtarak, është investuar, ka qenë hapur, ka shi kapitali, dhe ata dhe shpesh herë madje për shumë arsye, qoftë fetare, qoftë edhe gjeopolitike, qoftë edhe gjeografike, qoftë edhe konsumatore, pra janë një sër komponentesh, kanë shërbyer shpesh herë si një farë valvule ekuilibrimi mes konflikteve të ndryshme dhe në moment që flasim, po tentojnë të shërbejnë si valvulë diplomatike mes luftës që po shkaktohet në Iran, apo të kanë tentuar me Ukrainën, me radhë, dhe së pasnjë pse edhe me Kinën. Pra, për të kthyer pyetjes suaj, Shqipëria dhe po të dojë ta bëjë këtë rol nuk e bën dot. Sepse është e varur politike, po nga ana ekonomike kjo është viable. Pikërisht pra, sepse është e varur nga aleancat me të cilat është bërë pjesë. Pra e thon ndryshe, është e varur nga shoferi i autobusit ku ka hyrë. Pra ti nuk mundesh thjesht si pasagjer të tentosh të ndryshosh direksionin apo rutin e autobusit ku ke hypur. Që nëse ke bërë pjesë e NATO-s, je detyruar të mos ndahesh nga urdhrat, nga politikat
të caktuara nga kjo aleancë ku ti ke pranuar ti është pjesë e saj. Kështu që unë nuk mendoj, sepse Kina është kjo pjesa geostrategjike, pra po ta shihni. Po nuk është vetëm Kina, se ka dhe shtete të tjera, po. Ka Kina sepse ai shihet si rreziku më i madh. Në këtë moment. Po Kina është rrezik, vendet e tjera mund mos janë rrezik. Kështu që si teori kjo duhet jetë as që diskutohet, por e kam në sensin që shihet si rrezik jo nga ne. Shihet si rrezik nga këto sfera gjeopolitike dhe janë partnerët ndërkombëtar. Kështu që sepse me të vërtetë është e pushtetshme, kjo i pushtetshëm është dhe Rusi, por Rusia ka më tepër se me fuqi ekonomike, ka me atë threat me kërcënimin që i bën për shkak të bombave bërthamore. Apo Pakistani, apo ku diun, ka disa apo Korea e Veriut. Korea e Veriut nga pikpamja ekonomike është një nul, por në anën tjetër, nëse ka me të vërtetë 2 apo 3 kapsula bërthamore, gjithmonë konsiderohet si një rrezik i mundshëm. Kjo është ideja. Pra është çështje e fuqisë për të vendosur në një tavolinë ndërkombëtare gjeopolitike. Te ne nuk e kemi këtë pjesë. Që do thotë, edhe nëse një lider i një vendi të caktuar, siç është Shqipëria në rastin tonë, do kishte vullnet, dëshirën e mirë për të bërë bashkëpunim ekonomik. Pra për të bërë pjesë, për shembull, pat nis një mos jam gabim, një politike e Kinës, quhej një brez, një rrugë, pra me 17 vendet, pra një farë të Europës lindore, që tentonin të ndërtonin atë rrugën e vjetër të kalimit të mallrave të tregtisë, rruga më ndafshme dhe famshme, por që nga pikpamja gjeopolitike u bllokua direkt nga aleatët. Pa ajo çka është e padrejtë në këtë mes, gjykoj unë. Aleatët u thonë vendet e vogla që mos i bëni, ndërkohë që bëjnë vetë. Për shembull, Gjermania ka marrëveshje, metroja e Hamburgut po bëhet me fonde direkte nga qeveria kineze, ndërkohë që do është aty si vend i vogël, nuk të lejojnë ta bësh një gjë të tillë. Po tentoj vi një kompani të bëjë ku diun metron e Tiranës, si Alabi, jam shumë i bindur që do ta bllokonin kanalet diplomatike. Nuk besoj që janë kaq me një politikë të zgjuar këto gjëra mund të bëhen. Problemi ynë është mendoj që është Shqipëria vetë, domethënë politika jonë. Tani si mendoni ju, cilat do të ishin disa të themi disa reforma që duhet të ishin bërë dhe që mund të bëhen akoma me qëllim që ekonomia jonë të Ne problemin kryesor mendoj unë e kemi që ndër vite ne kemi jemi shumë vite larg ndërtimit të një infrastrukture, të një industrie e cila do krijonte prodhimin si vlerë shtuar brenda vendit. Edhe pavarësisht nostalgjikëve të sistemit të mëparshëm, kohës së verë, që pretendonin që ne kishim fabrika, uzina, industri të rëndë me radhë, absolutisht ne kur s'kemi pas industri të rëndë. Dhe për këtë jam gati të debatoj me çdo lloj ekonomisti të atij sistemi. Ne kemi pas disa lloj fabrikash dhe uzinash të cilat u bën me kapitalin dhe mendimin e suportit të fuqive. Pra, ne kemi pas aftësinë më të madhe që kemi pas në ato kohë, ka qenë fuqia negociuese e Enver Hoxhës në atë kohë. Për të thithur fondet për të përthithur një herë të parë ato balancat gjeopolitike në rajon. Pra, mendoj një herë të bashkëpunonte me Jugosllavinë, po e pa që Tito donte ta glabëronte, ta kishte Republikën e 7 të Jugosllavisë, kështu që përrethoi spostoi dhe bëri linjë direkte me Moskën. E shfrytëzoi nga pikpamja kapitalit në mënyrë të jashtëzakonshme Moskën, pra gjithë ato veprat e mëdha madhore u bën me jo vetëm mendimin dhe me asistencën, me konsulencën e inxhinierëve rus apo studentëve tanë që studion në Rusi, por edhe me kapitalin, me shumë gjëra. Shpreha e famshme e Khrushchevit, aq grur sa duan shqiptarët në Rusi han mit, nuk e di nëse keni dëgjuar ndonjëherë. Pra Rusia ne na kishte si vllaun e vogël, si po themi në Brigjet e Adriatikut, një farë baze ushtarake Pashalimani i famshëm me radhë. Kështu që aty kaluam me Kinën, e njëjta gjë, pra kemi qenë gjithmonë, pra nuk kemi prodhuar industritë tonë, kemi qenë gjithmonë të varur nga investimet dhe nga pjesët e këmbimit që na vinin nga këto vende. Këtë gabim nuk e bën vendi e lindjes. Po ta shohësh, gjitha vendet e lindjes kanë industri, diku të zhvilluara të mëdha, diku të lehtë, për shembull Serbia këtu ngjitur ka industri të lehtë super zhvilluar dhe se ka prish asnjëherë. Vendet të tjera kanë pas industri të rëndë, makineri, Çekia me Skodën, Rumania me këto, Polonia me Varshavën e me radhë, të cilat edhe pse u trashëguan si industri, kuptohet, nuk ishin shumë rentabël, por në anën tjetër u investuan nga kompanitë e huaja, sot janë kompanive këtyre makina më të mëdha në botë që i bëjnë. Pra,
këta jo vetëm trashëguan diçka që kishin ndërtuar vetë, por në anën tjetër u hapën edhe për investime të huaj direkte. Ne nuk trashëguam diçka tonën, sepse ne mbas prisësh me kinezët çdo gjë për ne mbaroi, sepse nuk kishim mas pjesë këmbimi, jo më kishim investime. Kështu që ne nuk trashëguam industritë, që ishin element shumë i rëndësishëm. Mbas vitit 90, edhe ato reforma që gjoja u bën, sepse ishin jo rentable, ata nuk sillnin të ardhur, që po rrethoi u mbyllën, u pasi arsye. Por çfarë u bën, nuk u investuan këtë drejtim, nuk u pan një pjesë e mirë e kapitaleve që erdhën mbështetjes financiare të vendit, nuk u pan me syrin për të ndërtuar industri që linin vlerë të shtuar në ekonominë e vendit, që prodhonin produkte, mallra, shërbimet që cilat i herë parë duhet të shërbenin tregut për vetë suficiencë të tregut të brendshëm, konsumit brendshëm, më pas ndoshta pse jo, edhe për eksportin. Ne nuk e bëm kurrë këtë, dhe ky është element shumë i rëndësishëm. Mbijetuam kryesisht me para që vinin nga ndihmat shtetërore apo nga emigracioni. Patëm një grop financiar të jashtëzakonshëm në 97-ën, e cila edhe ato pakursime që na kishte mbledhur për shkak të shpirtit sipërmarrës që kishin shqiptarë me radhë. Pra mjafton t'ju kujtoj për shembull që mbas të raporteve të Bankës Botërore, Shqipëria ishte i vetmi vend në të gjithë vendet lindjes deri në 95-ën që rritej me 2 shifra. Pra ne rritej me 12%. Apo më shumë se 12%, ndërkohë që gjitha vendet e rajonit rriteshin me 5 me 6%. Dhe kjo vinte nga shpirti se ne kishim qenë, po dhe bazat topet që ishin. Jo vetëm ajo, ne kishim qenë dhe më të izoluarit. Pra Jugosllavia nuk kishte pas një sistem komunist kaq, ata kanë pas pronën private. Jugosllavia kishte pas makina 160-ën, se si më thon makina private, Çekia, Hungaria me radhë, ne makinën nuk e ndronim. Makina Rolls ishte vetëm një makinë që kishim në shtëpi. Apo bicikleta ishte gjëja më e madhe që mund të kishe. Kështu që ishte edhe kjo pjesë, pra mungesa, skamja është e vërtet, por edhe fare shpirti sipërmarrës i shqiptarit për të bërë fare biznesin, u hapën përbot emigracionin, ndoshta vendet e tjera ishin pak më konservatorë të tillë, dhe këto na dha një fare pushi. Për është ajo që thash, zhvillimi kërkon financim. Duhet është pak a shumë, unë u them dhe studentët e fakultetit, ngjan pak a shumë atyre lokomotivat që motit me avull, që po nuk i hodhe qymër guri, aty ka goja madhe, nuk ecën lokomotiva përpara. E njëjta logjikë vlen dhe për ekonominë. Kështu që ne nuk investuam, dhe ky është elementi kryesor. Ne sot e kësaj dite, mbas 35 vite ekonomi tregu, ne nuk kemi industri të rëndi që hiç, por nuk kemi as industri të lehtë. Tek këtu kemi në investim privat, në fabrikë qumshi, në agroindustri, e cila nga punishte ka kaluar është bërë fare investime me kredira me radhë, por janë tek këtu, janë të izoluara. Unë nuk duhet përmend emra, por janë të izoluara dhe nuk është se kemi një cikël të mirëfillt industrial që lë këtu vlerë të shtuar. Sigur mos mjaftoj kjo, që është shumë e rëndësishme. Në anën tjetër çfarë kemi bërë? Kemi më vjen turp ta përmend termin, por de facto ashtu, kemi përdhunuar burimet tona, resurset tona natyrore. Burimet natyrore. Kemi pas resurse natyrore të jashtëzakonshme, burime natyrore të jashtëzakonshme, me bakur, me absolutisht naftë herësht është po vitet kështu në mënyrë më. Dhe gjitha këto i kemi shqitur për 5 lekë, kemi shqitur në formën e koncesioneve, po koncesione që su kërkon kusht llogari, koncesione që në letër kur vinë janë brillante, flitet që do fitojnë aq, në shteti, qytetarët, ambienti, komuniteti me radhë, ndërkohë që këto ngelen thjesht ëndra të bukura. Për shembull, nuk e di, jam i bindur që po të bëhet një analizë e të gjithë koncesionet minerare në Shqipëri, do gjeni male që janë ju ngjajnë atyre të djathit Kaçkavall gjithë vrima, dhe mos e dhënë Zoti një tërmet se do shemen të gjitha, sepse pavarësisht se kanë detyrimin të mbushen, pra me të vërtet ju është dhënë koncesioni, tërhiqet zerori, por duhet të mbushen ato. Dhe si kontrollon askush, kjo është për të arkeq, dhe këtë nuk e kam thjesht me teori, këtë e kam me de facto, sepse njoh. Ju vini nga Rubiku që e keni lindur atje, i dini. Ka raste të tilla plot, s'ka lidhje me Rubikun, ka raste të tilla plot që pra shfrytëzojmë, po keq shfrytëzojmë burimet tona, resurset natyrore, aq sa i kemi deri në momentin që i kemi, se kurse dhe s'lëm vlerë të shtuar, sepse do ishte më e udhës që një koncesionar, fjala bie. Një kompani tuaj jepet e drejta të shfrytëzojë burimin mineral, po shumë bukur. I detyrohet ta pasuroj këtu. Ta ndërtoj fabrikën këtu, të punësoj njerëz këtu, sepse kemi pas dhe krahun edukuar, Mirë apo keq sistemi para kohës, kemi pas inxhinierë të mirë shkolluar, pra tek burimet njerëzore ne kemi eksportuar, e vetmja ndoshta e vetmja gjë me vlerë që kemi eksportuar ndër vite kanë qenë burimet njerëzore. Edhe brezat e ri që eksportojmë sot, se call centrat në një farë mënyrë janë eksport i njerëzve që dinë të flasin gjuhë. Pra edhe rinin që kemi sot, call centrat nuk kanë asgjë tjetër se eksport shërbimesh. Pra ne vazhdojmë thjesht eksportojmë. Këtë e kemi bërë në mënyrë perfekte, pra eksportimi e burimit njerëzor, po jo gjë tjetër. Se unë nuk e quaj eksport xeherorin e mineralit që shitet, që merret këtu,
nxirret këtu, transportohet, çohet në Durrës, nga Durrës mani çohet në Turqi, përpunohet në Turqi dhe shitet në Kinë. Dhe pastaj na vjen nga Kina në formën e telave të bakrit. Kupton çfarë? Problem shumë shtrenjtë, një gjë që absolut. 100 fish. Kina, Amerika nuk ka rëndësi, ideja është thjesht e koncepti. Pra, sa kohë për të kthyer përgjegjësuaj, sa kohë ne nuk investohemi në formë të tillë që të kemi produkt vendas, të kemi vlerë të shtuar në ekonominë e vendit. I cili hap vende pune, zgjeron kapacitete, lë vlerë brenda ekonomisë, rrit mirëqenien, përkthehet sepse rritja ekonomike domosdoshmërisht përkthehet në mirëqenien. Ti mund të rrisësh ekonominë. Ekonomia rritet edhe nëse fjala bie 30 kompanitë më të mëdha shqiptare janë kompani tregtie. Rrit ekonomia. Se gjenerojnë ato xhiro të mëdha, volume të mëdha, por problemi është që nuk i ngele vlerë shtuar ekonomisë së vendit. Nafta blihet jashtë, konsumohet në vend dhe ne nuk fitojmë as i lek, në kuptimin nuk i ngele vlerë shtuar ekonomisë së vendit. Përkundrazi ne harxojmë. E tregtia njëjta gjë. Për shembull, shqiptari me kursimet e tij apo me rrogën e tij konsumon gjitha pjesën më të madhe produkte ushqimore nga vende e rajonit. Me importi. Domate nga Italia, djathi nga Greqia, gjën e gjallë nga Greqia, molla nga Maqedonia, makaronat, misri nga Serbia, me radhë, dhe çfarë bën? Jemi kthyer thjesht një vend tranzit. Paraja vjen në formën e remitancave kryesisht, janë fëmijët që kujdesen për prindët e tyre, për familjarët e tyre, dërgojnë rreth 1 miliard euro në mënyrë perfekte, pothuajse çdo vit, dhe madje këtu në doktrinat ekonomike, në doktrinat ekonomike tregojmë që në raste më të rralla, sepse zakonisht zgjat një dekadë kjo lidhja e familjarëve, se pas një dekade kryesisht njerëzit fillojnë, jo se harrohen, po shtrojnë jetën e tyre në vendin ku kanë, marrin kredira, marrin shtëpi, investojnë te fëmijët e tyre dhe shkollat e tyre dhe e lënë pastaj vendin mëm. Pra, ka një tendencë rëndëse të remitancave. Ne nuk e kemi bërë të pjesë, sepse ndoshta lidhja familjare shumë e fortë akoma. Përveç kësaj kemi edhe këtë diasporën e re, no? Në 3-4 vite fund kemi edhe këtë diasporën e re që vazhdon të ikë. Që vjen, mendoj unë, për shkak të liberalizimit të kushteve të tërheqjes së fuqisë punëtore nga Bashkimi Evropian, jo se ne po aq të varfër kemi qenë përpara, po që thjesht tashmë është më kollaj të shkosh në Gjermani, është më kollaj gjesh një kontratë pune në Itali, me radhë, kështu që është dhe çështjes edhe ata, edhe atyre po plakë popullsia. Kështu që janë një sër komponentësh dhe sa kohë ne këtë zhvillim, këtë konsum e kemi financuar veç me këto para, me parat e remitancave, me parat deri diku edhe të palishme, se kemi një, pavarësisht se nuk kemi statistika për këtë dhe nuk mund të kemi statistika për këtë, se s'është e pamundur, paraja nga burimet palishme është e pamundur të kalkulohet në vendet e zhvilluara jo në Shqipëri, po janë këto që mbajnë konsumin të karikuar, pra ne konsumojmë. Jo vetëm kaq, po edhe ka raporte të ndërkombëtarëve. Po janë të llogaritura që janë të futura në ndërtim. Domethënë ndërtimi është i financuar nga pasuri, nga e gjithë kjo mban kërkesën e karikuar, pra ne kemi para që vijnë nga jashtë. Nuk ka rëndësi, të lishme, pa lishme, vijnë nga jashtë tek familjarët. Pra nëse futet ndërtim aty furnizohet gjithë zinxhiri i ndërtimit. Ku diun pllakaxhiu, hidrauliku, elektricisti, zhvilluesi i projektit, ku diun lustraxhiu, bëjaxhiu me radhë, pra është një sër familje që furnizohen nga një burim që mund të jetë i palishëm, po është investuar në një kull, në një gjë me radhë. Pra, ama kjo është driving force, pra kjo është, me thënë, burimi i financimit sa industrie. Pra, po ta shohësh në turizmin dhe sektorin e ndërtimit kemi 2 sektorët më zhvilluar në vitet e fundit. Dhe sektori i ndërtimit pjesën e madhe në gjykimin tim, po nuk kam statistika për ta provuar këtë pjesë, nuk kam as kompetent, por nuk kam as instrumentet, ka institucione shtetërore që merren këtë punë për ta verifikuar këtë pjesë, por në ndërtim nga raportet ndërkombëtare është, si më thënë, sektori ku pasohet më shumë paraja. Por, dhe këtë e pretendoj, pra arrim në pikën që jemi një ekonomi thjesht konsumatore, pa lënë vlerë të shtuar në vend. Nëse do ndërpriten këto dy burime, pra nëse një ditë të bukur, emigrantët, vëllezërit, motrat tanë, stopojnë së dërguari më parë. Ndoshta dërgojnë remitancat sa kanë prindërit gjallë. Në moment nuk i kanë më prindërit e tyre. Të jeni bindur që kjo kurb do vi duke rënë. Dhe kështu që ky burim do vi duke u venitur. Në anën tjetër edhe pastërimi i parave do vi duke u reduktuar për shumë arsye. Digitalizimi është një element shumë i rëndësishëm, futja në Bashkimin Evropian, kërkesë llogarisë më tepër, edhe po s'deshëm ne t'i kapim disa gjëra, vjen prokurore italiane në mes Tiranës dhe thotë do kapësh filanin se kam vite që e ndjekun, vjen prokuroria
spanjolle thotë do bllokosh filan call center, thotë se më ka vjedh qytetarët e mi në Spanjë me radhë, pra dhe po s'deshëm ne, do na bëjnë rob vendet për rreth, pra vendet e Bashkimit Evropian. Kështu që nga i moment pastaj ne do ngelemi jashtë mase shumë të ekspozuar karshi konkurrencës së vendet, se nuk kemi zhvillim, nuk kemi struktura zhvilluese, nuk kemi industri, jemi në nivelin e punishteve. Mbaj mend një statistikë do ashtu. Një statistikë, për shembull, një nga këta ekspertët më të mirë sot në treg për politikën e bujqësisë thoshte para disa javësh, mos jam gabim, që ne jemi në nivelin e prodhimit blegtoral, pra të imta, dera, mëshqera me radhë, mishi, pra produkti lënda e parë e industrisë mishi, jemi në nivelin e prodhimit që ka pas Shqipëria në kohën e Zogut, në 1927 sot. Dhe më pak. Bile më pak. Pra, në 1927 popullata ka qenë më pak se 1 milion banor. Sot jemi 2.4 mbas statistikave të Instat, dhe 2.4 janë dhe shqiptar. Po çdo dhe turistët që vinë për ditë, i bie që popullata është më e madhe që konsumon mish dhe ne prodhojmë sa ç'prodhonte Shqipëria në kohën e Zogut 1927. Pse? Sepse gjedhi apo deri apo ku diun gjithë produktet kryesore mirë vinë o nga Meksika, o nga Brazili, o nga Greqia këtu ngjitur e cila e subvencionon, e me radhë dhe ne thjesht jemi kthyer në ekonomi konsumatore. Me sa shoh, ideja juaj është që ekonomia jonë nga çasti në çast mund të kalojë në kolaps. Nëse pritëm burimet e konsumit, absolutisht jemi në kolaps sepse nuk prodhojmë vlerë të shtuar. Edhe turizmi nuk hyn tek sektorët afatgjatë. Turizmi është, si më thon, jo vetëm sezonal, por është i përkohshëm, sa je kështu akoma hot topic, akoma kështu fancy, trendy. Do thonë Shqipëria 4-5 vite do vjen tek storage. Kështu ishte Kroacia, ku diun 10 vite nga italianët, tashmë është edhe më e shtretë me radhë, ngelet prapë se ka vënë, po ka rënje. Malizi ishte përpara se të bëheshim ne, Greqia ka qenë prej që në 1990 me radhë. Edhe prapë është shteti më i pazhvilluar i Bashkimit Evropian. Nuk është afatgjatë, pra shfrytëzoj, le ta shfrytëzojmë, është PR i mirë për Shqipërinë, sjell të ardhët momente, por nuk lë vlerë të shtuar. Ose si do lër vlerë të shtuar kur ai hoteli aty me 5 yje e Buzdetit, në vend që ti blej gjithë perimet dhe frutat e kudiun që prodhon dhe konsumojnë turistët e huaj, ti blej nga Myzeqeja, ti blej nga fermeri i zonës, njerëz që i njeh aty rreth e rrotull. Qoftë për 50 lekë më tepër, nuk ka rëndësi. Është ajo që ne në ekonomi quajmë efekti spillover, pra efekti i valve. Ti zhvillohesh vetë, po i jep dorë edhe fermerit që është bashkëngjitur, sepse nesër pas nesër do jetoj. Ti s'do jetosh me konsum. 5 muaj janë turistët në Shqipëri. 7 muaj ke atë konsumatorin dhe fermerin që është ngjitur me ty. Po nuk e kemi këtë si ekonomia detare, domethënë. Fare, nuk e kemi fare dhe është për ta keq. Pra nuk e shohin në formë të tillë. Mungojnë se është edhe politikat, mungojnë kontratat, që ti të bësh një kontratë, ta kesh produktin gati, të firmosh një kontratë me fermerin që do më dorëzosh kaq kile domate, kaq kuntal domate në sezonin që vjen, që mos ngelem. Kështu që shtodhe problematikën më të fundi që ka 2-3 vite të fundi që kemi shumë problem burimi njerëzor, që po ikin. Pra unë e shoh ekonominë shqiptare, të jemi sinqert, në i prag kolapsis, dua të them, se nuk dua të bëhem fundamentalist, por që e shoh shumë problematike. E shoh shumë problematike dhe duke i ofruar Bashkimit Evropian, duke hequr barrierat, do jemi gjithnjë më të ekspozuar si ai fëmia që heq rroba dhe ngelet lagurish çplak para prindit. Problemet janë strukturore të ekonomisë. Kështu që në qoftë se duam të bëjmë diçka për këtë vend, duhet patjetër të nxisim incentivat e financimit financimit të kapitalit sipërmarrë. Për shembull, ka vite që ne gërthasim për të pasur ne si ekonomistë përgjithësi, gërthasim për që të ketë banka zhvillimi. Sepse banka zhvillimi fokusohet në një sektor caktuar. Për shembull, si për kjo industria lehtë. Se ti nuk shkon dot te rënda pa pas industrinë lehtë. Fillosh herë industria ushqimore. Për shembull, fjala bie. Ne kemi mjaft produkte bujqësore në Myzeqe. Një problem kryesor që ka Myzeqeja sot janë domat frigoriferike. Pse mos ty dikush? Ti nxisësh. Ore mund të nxis, unë nuk hyj te ekonomisë që presin çdo gjë nga shteti. Pra që të vi shteti, të investojë, të subvencionojë ku diun. Por mund ta bësh dhe me incentiva të tjera. Jepet thuj. Për shembull, përjashtim nga taksat për 5 vite, çdo supermarket që ndërton një frigorifer, zonë frigorik, që ti lidhi, të nxisë konkurrencën,
Pra me të vërtetë ne kemi bërë ato pikat e gromullimit, do pikat e gromullimit kanë filluar në mëzgjegjë, kanë filluar të bëhen monopol. Ja marrin fshatarit për 5 lekë, sepse janë 3 kokra ata. 3 veta ata, s'kan konkurrencë me njëri tjetrin, kanë një marrëveshje fshehur dhe po duash. Fermeri nga do të rrotullohet, te ata do shkoj, se është lidh forma në investë, është e gabuar. Është lidhur forma. Pra fermeri 2 javë ka karrotën në fushë. O e shet për ato 2 javë ose i kalbe. Dhomë frigoriferike që t'ja zgjasi atë që ne quajmë shelf life ose nuk ka. Që ta zgjasi dhe 1 muaj ndoshta këtë probabilitetin për ta shitur, që dorëzohet në dorën e këtyre që në një farë mënyrë i kanë zënë prit. I ulin çmimin, ja marrin dhe pra dhe ekonomia zhvillohet, por thjesht ka një shpërndarje të ardhur shumë të padrejtë. Shkon në disa duar, dhe kur e shef ekonomisë, kjo është e keqja, statistika është mama e gënjeshtrës. Ti duket sikur është rritur GDP-ja, por realisht është rritur vetëm për 5 veta, ndërkohë që 95 tjerë janë varfëruar. Por kur e shef total, duket është ajo shpreha famshme statistikë që në një shtet me 2 veta, ku njëri ha një pule, tjetri ha asnjë, mesatarisht kanë ngrënë të dy nga gjysmë pule. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte përbashkë, shumë faleminderit për ftesën. Do shifemi në biseda të tjera, ndoshta më të thelluara. Patjetër, me shumë mesi. Të nderuar bashkëdhetar, kjo ishte Provlerave për sot. Mirupafshim në edicione të tjera. Provlerave, projekt mediatik nga Përparim Gjeka.